Unë jam rritur në një institucion jetimore. Je rritur në jetimore? Po. Deri në moshën 18 vjeç. Pastaj kalova tek prindrit. Nuk e ke njohur kur prindrit e tu? I kam njohur, po i kam njohur në moshë të vogël, domethënë. Sa vjeçe? 4-5 vjeç. Dhe ti vazhdoj ende, edhe pasi njohë, vazhdoj ende qëndrojë në jetimore? Po. Kam qëndruar deri në moshën 18 vjeç. Kam vajt në institucion në moshën 1 vjeç e gjys. Cila ishte arsyeja? Kam shkuar bashkë me vëllain. Arsyeja ka qenë për nga kushtet ekonomike dhe prindrit. Sepse babai Gjet Rahmet ka qenë moshë e vjetër. Okej. Dhe maman e kam pas me depresion. Dhe detyrohen të dërgojnë në jetimore. Po. Bashkë me vëllain tënd, sa vjeç? Unë kam qenë, se unë jam fëmija më i madh, kam qenë 1 vjeç e gjys, kurse vllai ka qenë 9 muajsh. E mban mend të ditën tënde të parë kur ke shkuar atje? E kujton? Kam qenë e vogël dhe nuk e mbaj mend, por që mbaj mend disa situata që nuk të doja t'i përmendja. Se nuk më pëlqen që t'i përmend. Të kalon shije të keqe besoj. Po, shumë. Kalon ndonjëherë aty për ta kujtuar? Po, kaloj. E çfarë ndjen? Ndjej mall, domethënë, por që edhe dhimbje njëkohësisht. Sepse në atë institucion kam pasur dhe të mira dhe të këqija. Një e mirë është që kam pasur një, mund ta them, nën me plot gojen, po që ka pasur rolin e edukatores për të na rritur. Dhe jam mirënjohëse sepse falë asaj jam kjo që jam. Më pas ti del nga jetimorja në cilën moshë dhe njerë? 18 vjeçare. 18 vjeçe dhe ribashkohesh me prindrit. Me prindrit dhe atëherë gjëja ishte stabilizuar disi? Jo, nuk kam qenë stabilizuar sepse aty pata keq trajtime nga prindrit.